bazuar në progresin tonë, theksova se ne mbështetëm zbatimin e vendimit 01/2019 për gjerimin e njohjes së programeve të operatorëve ekonomik të udhëticimin e tregtisë, ne po ashtu shprehëm përkushtimin për të mbështetur me UNCTAD, por edhe po ashtu projekte të tjera siç janë zhdoganimin e mandrave që shënon një ndikim të rëndësishëm në platformën për bashkët e inteligjencës artificiale. Juftuam që t'ju njoftojmë për takimin e parë special të Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s, që këtë vit kryesohet nga Kosova për herë të parë me institucionet dhe zërin e saj dhe pa përfaqësimin e UNMIK-ut. Siç e dini, përfundimisht pjesëmarrja e UNMIK është larguar nga CEFTA në tetor të vitit të kaluar 2024 dhe kjo vjen si rezultat i përpjekjeve të shumta, konsistencës sonë dhe përkushtimit Kosovës për të rregulluar statusin, pozicionin e saj në këtë mekanizëm CEFTA dhe që atëherë, që nga tetori 2024, në takimet e komiteteve të përbashkëta Kosova përfaqësohet nga vetëm institucionet e saj dhe pa prezencë të UNMIK. Ky vit është i veçantë sepse kryesojmë procesin e CEFTA-s nga Kosova, por edhe sepse po fillojmë një fazë të re drejt të tregut të përbashkët rajonal dhe si kryesuese e CEFTA-s për vitin 2025, Kosova sot ishte një koqir i këtij takimi të parë special të Komitetit të CEFTA-s, që shënon edhe fillimin zyrtar të kryesimit tonë. Në vitin e kaluar në Berlin, kryeministrat e rajonit Ballkanit Perëndimor miratuan një plan ambicioz veprimi dhe CEFTA do të luajë një rol të rëndësishëm në zbatimin e këtij plani. Komiteti i Përbashkët si organ më i lartë vendimars i CEFTA-s i përber nga ne pra përfaqësues nga gjitha palët e CEFTA-s, vendet e Ballkanit Perëndimor, Moldavia, dhe roli ynë parësor është mbikëqyrim zbatimin dhe zhvillimin e kësaj marrëveshje CEFTA. Prandaj sot në takim i sigurova palët anëtare të CEFTA-s se Kosova do të ketë një kryesim aktiv me synim arritjen e zbatimit të suksesshëm të vendimeve të CEFTA-s, të miratuara në vitin e kaluar në tetor 2024 dhe zhvillimet e mëtejshme në lidhje me këtë marrëveshje CEFTA, si dhe të sigurojmë zbatimin e masave të CEFTA-s në kuadër të planit të veprimit të tregut të përbashkët rajonal, pra plani veprimit 2. Po ashtu ofruam mbështetjen tonë me një frymë konstruktive të bashkëpunimit në ftesë për bashkëpunim për të arritur objektivat tona të përbashkëta për zgjerimin e tregtisë rajonale të mallrave dhe shërbimeve, krijimin e një mjedisi tërheqës për investime dhe kontributin në zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin brenda palëve të CEFTA-s. I njoftova palët e CEFTA-s se për të arritur këto objektiva, Kosova ka avancuar politikat dhe kuadrin ligjor për tregti dhe lehtësimin e tregtisë në përputhje me rregullat dhe procedurat e Organizatës Botërore të Tregtisë, ligjet dhe rregulloret për investime të qëndrueshme dhe të përgjithshme që janë në përputhje me rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian, duke përqafuar po ashtu edhe parimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për investime të përgjithshme dhe deklarata e OECD-s dhe vendimet për investime ndërkombëtare si perspektiva konkurruese e OECD-s që është si raport i Organizatës Botërore për Bashkëpunim Ekonomik, por edhe raportet e progresit të Bashkimit Evropian kanë theksuar këtë progres të Kosovës në avancim të politikave dhe lehtësim të tregtisë. Pasi kjo është mënyra vetme përpara për të përshpejtuar agjendën tonë të integrimit evropian, njëherët unë i inkurajova të gjitha palët e CEFTA-s që të mobilizojmë përpjekjet për më shumë përparim drejt përafrimit më të madh me rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian, për të eliminuar barierat tregtare, për të rritur transparencën dhe një angazhim më të madh të sektorit privat për të nxitur rritjen ekonomike dhe sigurinë ekonomike në rajon. Siç thuhet edhe nga Bashkimi Evropian, konvergjenca ekonomike është një element thelbësor për afrimin e partnerëve të Ballkanit Perëndimor me BE-n. Plani i rritjes ka potencialin që të dyfishojë madhësinë e ekonomive të Ballkanit Perëndimor brenda dekadës së ardhshme dhe të integrojë më shpejt partnerët e Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Dhe duke përmbushur kështu angazhimet tona ndaj objektivave të tregut të përbashkët rajonal, unë theksova përkushtimin tonë ndaj shtyllës 2 të planit të ri të rritjes së Bashkimit Evropian, që është nxitja e integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor, përmes tregut të përbashkët rajonal bazuar në rregullat dhe standardet e BE-s. Si dhe theksova përkushtimin për zbatimin e suksesshëm të masave të dakurduara në kuadër të planit të tregut të përbashkët shtyllës 2 të planit edhe të rritjes, që na sjell më afër më shpejt
drejt integrimit ekonomik me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Me këtë plan të ri të rritjes, Bashkimi Evropian është i zotuar të na ofrojë mundësinë për të korrur më shumë përfitime nga antarësimi edhe para antarësimit. Kjo është një mundësi e rëndësishme që ofron përfitime të konsiderueshme për qytetarët tonë dhe kompanitë tona ose bizneset tona. Por ne do të mund të bëjmë këtë që të ndodhë jo vetëm nga Kosova, por të inkurajojmë edhe anëtarët tjerë palë të CEFTA-s. Jemi të bindur se me bashkëpunimin tonë të ngushtë do të jemi dëshmi e vlerave të vërteta evropiane, do të arrijmë objektivat tona për një zbatim dhe zhvillim të suksesshëm të marrëveshjes CEFTA, si dhe masave në kuadër të planit të veprimit të tregut të përbashkët rajonal. The European Commission is very happy to be in Pristina today for this first CEFTA joint committee meeting under the Kosovo chairmanship in office. And as the Minister has said, a lot of progress has already been made this year. And this is important, not because CEFTA is not a bureaucratic exercise, it's an exercise whose aim is to bring real benefits to businesses and real benefits to citizens and consumers. The work and the working method which we have in CEFTA is based on that of the European Union, of countries coming together and working in a common interest to make their economies stronger. But beyond that, because the cooperation is based on European standards, European practices, it's also preparing everybody to be closer to the European Union, to be ready to integrate with the European Union's single market even before accession. This is the objective which we have, which was set out in the European Commission's growth plan for the Western Balkans. And we hope that first by economic integration within the region and then economic integration with the European Union, that we can potentially double income per capita in the region over the next 10 years. Today was a first step in that process this year, and we hope to make many more steps together between now and the end of the chairmanship in December. Lejoni t'ju njoftoj spari për prezantimin e prioriteteve të kryesisë, pra nga Kosova në këtë rast, se çka kemi prezantuar si plan për ta zbatuar gjatë këtij viti 2025, si dhe 4 vendimeve të tjera që i morëm në këtë takim të parë special të Komitetit të CEFTA-s. Si pikë e parë, në kuadër të CEFTA-s, zbatimin e vendimeve të Komitetit Përbashkët e theksuam si vendimtare për një marrëveshje tregtisë së lirë funksionale, dhe pas zbatim theksuam se nuk ka progres, andaj mbështetëm zbatimin e vendimit 01/2020, që është për tregtinë e pemëve dhe përimeve dhe zbatimin e vendimeve të tjera të Komitetit të Përbashkët që ishin për shumë kohë në pritje për t'u prezantuar në kuadër të një plani. Një nga qëllimet tona kryesore është gjithashtu të rikthejmë të gjitha palët në tryezë për të finalizuar edhe vendimin për njohjen e vlerësimeve të konformitetit dhe këtë pikë po ashtu e miratuar, sepse një infrastrukturë cilësore përmirësuar dhe përbashkët si synim i përbashkët do të përfitojnë të gjithë pra nga kjo pikë për vlerësimin, njohjen e vlerësimit të konformitetit. Në kuadër të njohjes kontrolleve doganore, po ashtu si rëndësi të madhe që i dham është që së bashku të pranohet njohja reciproke e imazheve të skanerit, të dhenave për peshën e kamionit kargos, deklaratave të parave të gatshme dhe vulave të sigurisë doganore. Kjo jo vetëm që do të lehtësojë tregtinë, por edhe do të rrisë besimin mes njëri tjetrit, prandaj ne do të krijojmë gjithashtu një trup këshillimor të CEFTA-s për bashkëpunim doganor, duke punuar drejt krijimit të një mjedisit të sigurt dhe të parashikueshëm për bizneset, duke i lejuar ata të planifikojnë në mënyrë efikase kostot e tyre paraprakisht, pa hasur në ndonjë surprizë të pa planifikuar gjatë procedurave të importit dhe eksportit. Për më tepër, ne mbështetëm zbatimin e vendimit 01/2019 për operatorët ekonomik të autorizuar, me synim zgjerimin e njohjes së programeve të operatorëve ekonomik të autorizuar me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndër masa tjera për lehtësimin e tregtisë, ne po ashtu shprehem për kushtimin për të mbështetur palët që do të përditësojnë rregullisht databazën e dhenave të CEFTA-s me mbështetjen e UNCTAD, por edhe po ashtu projekte tjera siç janë për shembull projekti SID Plus që përfshin mbështetjen për shkëmbimin e dhenave, dokumenteve, certifikatat, tregtinë pa letra e të tjera.
dhe po ashtu për zhdoganimin e mallrave që shënon një ndikim të rëndësishëm për përpjekjet tona të përbashkëta bashkëpunuese që synojnë përmirësimin e praktikave të menaxhimit të rrezikut në të gjitha vendet pale të CEFTA. Në kuadër të tregtisë së shërbimeve, ne do të ndjekim dhe mbështesim nga afër zbatimin e plot protokollit shtesë 6, pra që është si pikë e këtij plani që e miratuam sot, duke u fokusuar gjithashtu në bashkëpunimin rregullator me synimin për të nisur diskutimet mbi vendimin që përcakton rregullat e përgjithshme për krijimin dhe ofrimin e shërbimeve falas. Për më tepër, ne do të mbështesim përpjekjet për miratimin e vendimit të Komitetit Përbashkët për Kualifikimet Profesionale, si dhe zgjerimin e fushës së veprimit të vendimeve të Komitetit Përbashkët për Tregtinë Elektronike. Ne gjithashtu do t'ju japim përparësi hyrjes në fuqi të protokollit shtesë 7 dhe një platformë elektronike të arbitrazhit të mbështetur nga UNCTAD për të pasur një mjet për zgjidhjen e çështjeve tregtare pa e politizuar atë. Kurse me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal ne do të prioritizojmë punën në një platformë përbashkët të inteligjencës artificiale për të nxitur inovacionin, bashkëpunimin dhe përdorimin e përgjithshëm të inteligjencës artificiale dhe nëpërmjet kësaj duke rritur kapacitetin e bizneseve rajonale dhe bizneseve fillestare për të integruar teknologjitë e inteligjencës artificiale. Bazuar në progresin ton, theksova se ne do të punojmë drejt antarësimit në disa organe shumë palçe që do t'i konsiderojmë të nevojshme për përparim të mëtejshëm drejt tregut vetëm të Bashkimit Evropian, si dhe për angazhimin ton të përbashkët në përshpejtimin drejt tregut të vetëm të Bashkimit Evropian, përfitimet e barabarta dhe qasjen në financat shumë palçe të gjitha palëve është thelbësore për të pasur kapacitet për të përparuar. Duhet reflektojmë fondet e Bashkimit Evropian dhe pjesëmarrjen në organet multilaterale se Kosova është ndër demokracitë më të avancuara të rajonit, është si pikë e këtij plani që sot e miratuam. Për më shumë, në pikën 2 të agjendës ne miratuam në substancën e 4 vendimeve që janë për kryesisht në çështjet e tregtisë, pra vendimin për njohjen e programeve të operatorëve ekonomik të autorizuar, vendimin për shkëmbimin elektronik të dhënave në lidhje me autorizimet e hyrjes për grupet e barnave që përmbajnë substancat e kontrolluara, vendimi për rritjen e bashkëpunimit në statistikat e tregtisë ndërmjet palëve të CEFTA-s, dhe vendimin për ndryshimin e vendimit numër 1 2025 dhe vendimit numër 5 2014 për themelimin e nën Komisionit për Tregtinë e Shërbimeve. Ne i shpallëm këto dokumente pra në substancë të miratuara dhe sekretariati do të ndajë shpejt me gjitha palët versionin përfundimtar të dokumenteve që do të publikoj edhe në faqet e internetit të CEFTA-s për të gjitha palët e interesuara. Kemi biseduar dhe jemi pajtuar edhe për rekrutimin e stafit dhe drejtorit të CEFTA-s, që do të shpallet së shpejti pra pozita e drejtorit për të aplikuar kandidatit e rinj dhe 3 pozitat e lira në sekretariatin e CEFTA-s, të gjitha shkuan në mënyrë konstruktive dhe në synim të përbashkët për të rritur bashkëpunimin rajonal dhe afruar vendet tona pra anëtarët e CEFTA-s që janë si vendet që sjellin më shpejt reforma për të antarësuar edhe më shpejt në tregun e vetëm evropian, në të mirën e qytetarëve tanë, bizneseve tona, pra bizneseve për të lehtësuar të bërit biznes, për të rritur profitin e tyre, por edhe për qytetarët tonë për të pasur çmime më të lira dhe çmime më shumë zgjedhjen e çmimeve të tyre dhe produktet që do t'i zgjedhin pra në tregun rajonal dhe evropian. Faleminderit. Jo, nuk pati ndonjë blokad, përfaqësimi fizik ishte prej gjitha shteteve anëtare, ishte vetëm Serbia që ishte online përmes platformës që mori pjesë, nuk shprehi ndonjë blokad. Bosnia-Hercegovina dhe Serbia shprehen disa rezerva sa i përket procedurave dhe afateve, por në përgjithësi në substancë u pajtuan të gjithë për vendimet dhe planin e propozuar nga kryesia e Kosovës për këtë vit 2025 pra për CEFTA.